politika për familjen dhe mirëqenjen e saj. Kështu mbase do të ishte përshkrimi më i saktë dhe më i shkurtër i qeverisjes sonë në shënimin e ditës ndërkombëtare të familjes, sepse ajo, pra familja, është trajtuar jo si diçka e ndarë dhe jashtë kontekstit zhvillimor, por në tërësinë e politikave sektoriale dhe në kuadrin e gjerë të vendimmarrjes. Për ta zbërthyer këtë, më lejoni të përmbledh disa prej punëve, shumë prej të cilëve në sektor të ndryshëm, por që të gjitha në qendër e kanë familjen. Për herë të parë në Republikën e Kosovës kemi nisur me aplikimin e shtesave nga të cilët kanë përfituar mbi 400.000 fëmijë. Kur nesëm me 10 dhe 20 euro, pati edhe tallje për qeshje për një politikë të këtill, por vetëm që më pastaj të njëjtët të fillonin vetëm garën me zotime elektorale për numra më të mëdha. E sot çdo familje që plotson kushtet merr shtesa prej 30 deri në 45 euro, varësisht nga numri i fëmijëve. Ndërkaq zotimi ynë është që në mandatin e plot, të cilin e synojmë edhe një herë, shtesat për fëmijët të dyfishojmë 60 deri në 90 euro. Paralelisht me këtë, kemi filluar me shtesat për lehonat, nga të cilat kanë përfituar më shumë se 80.000 nëna. Njësoj sikurse për fëmijët, edhe këto i patëm gjetur zero. Nesëm me 107 euro në muaj, aktualisht janë 325.9 euro, por me synimin që ato t'i ngrisim në 500 euro në muaj, ashtu siç edhe jemi zotuar publikisht. Pra nga zero në këto shifra dhe me kaq shumë përfitues. Kësaj kaq shumë familje me më shumë të ardhura dhe me mirëqenie në ngritje. Dhe për të numrave, kjo është edhe politikë zhvillimore me elemente edhe emancipuese shoqërore. Përveç se ekonomike, sepse në qeverisjen tonë më shumë se 100.000 gra kanë hapur për herë të parë qirologari bankare me qëllim të pranimit të shtesave për fëmijët. Ndërsa kemi prezantuar edhe skemën gjenerat pas gjenerate, me të cilën gjyshërit pensionist, të cilët kujdesen për mbesat dhe niprit, prej 13 deri në 36 muaj, do të mund të mbështeten financiarisht nga shteti. Kësaj fëmijët rriten me dashurinë dhe kujdesin e gjyshërve në mjedise të sigurta dhe të përshtatshme, gjyshërit vlerësohen dhe prindrit punojnë pa shqetësim e njëkohësisht nuk kanë kosto shtesë. Familjeve u kemi ulur shpenzimet duke subvencionuar drejt për drejt librat shkollor dhe materialet mësimore, me më shumë se 400.000 nxënës përfitues në një proces i cili i shmang abuzimet dhe keqpërdorimet. E po ashtu duke punësuar qindra asistent për fëmijë me nevoja të veçanta, por edhe duke ndarë bursa për studentët. Kemi përkrahur më shumë se 3.000 familje për të izoluar shtëpitë e tyre, duke u ofruar kushte më të mira jete, siguri, por edhe duke kursyer energjinë, e rrjedhimisht edhe xhepin e tyre. Gjithashtu në kuadër të masave të eficiencës, kemi përkrahur më shumë se 42.000 familje për blerjen e pajisjeve eficiente. Më shumë se 200.000 familje kanë përfituar nga subvencionimi i faturave të energjisë në dimrin e vështirë ndërmjet viteve 2022-2023, ndërkaq në kuadër të programit për mbrojtjen e konsumatorëve të cenueshëm, më vonë kanë përfituar edhe 90.000 familje të tjera të kualifikuara. Në bujqësi, më shumë se 120.000 përfitues nga subvencionet dhe grantet, janë familje të cilave shteti u ka dalë në krah. Pra nga shtesa specifike për fëmijët e lehonat, si politika sociale, tek arsimi, ekonomia, eficienca, energjia e bujqësia dhe jo vetëm, të gjitha për familjen. Për të mos e zgjatur, për plot veprime, masa e vendime të shpërndara në sektor të ndryshëm, të cilat dëshmojnë ato që thash në fillim, politika për familjen dhe mirëqenjen e saj.
Në këtë mandat, për të shtuar kujdesin shtetëror, për herë të parë në qeverinë e Republikës Kosovës, kemi edhe Ministri për Familjen. Kësaj krahas politikave sektoriale për familjen, tashmë një mëri çështjes të ndërlidhura, të cilët kërkojnë trajtim më të thellë dhe specifik, do të trajtohen në këtë dikaster. Por për më shumë hollësi, lidhur me Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shërimtare, vetëm pas pak mund të na flas vetë Ministri Hoti. Të nderuar të praneshëm, Dita Ndërkombëtare e Familjes, si simbolik e promovimit të vlerave dhe rolit të saj në shoqëri, ka në thelb ndërgjegjësimin për çështje sociale, ekonomike e demografike. Organizata e Kombëve të Bashkuara, e cila në vitin 1993 e kishte shpallur 15 majin si Ditën Ndërkombëtare të Familjes, këtë vit atë e shënon me temën Familjet, pabarazit dhe mirëqenia e fëmijëve. Thirrja për investime në politika të orientuara drejt familjes, me qëllim të uljes së pabarazive dhe zhvillimit të shëndetshëm të fëmijëve, përkon me angazhimin ton me politika për familjen dhe për mirëqenien e saj. Ju falemnderit të gjithëve për kontributin që jepni, për punën që bëni, për pjesëmarrjen sot dhe vëmendjen tuaj. Edhe një herë më lejoni të përshëndes secilin prej juve veçëreq dhe t'ju falenderoj për pranimin tuaj në shënimin e kësaj dite dhe ne sot jemi bashkuar tu për të vlerësuar dhe afirmuar rolin e pazëvendësueshëm që familja ka në ndërtimin e një shoqërie të shëndosh, të drejtë dhe solidare. Shënimi i kësaj dite dëshmon përkushtimin institucional që familja të mbetet në qendër të politikave tona sociale dhe zhvillimore dhe për këtë arsye ne kemi zgjedhur sloganin Shteti fillon me familjen. Se pikërisht në familje fillohet ndërtohen vlerat njerëzore, solidariteti, përgjegjësia qytetare, edukimi i brezave dhe digniteti social e ekonomik i shoqërisë sonë. Familja në Kosovë ka qenë gjithmonë shtylla kryesore e qëndrueshmërisë sonë shoqërore dhe kombëtare. Në periudha sfiduese, familjet tona kanë ruajtur unitetin, kujdesin dhe për njëri tjetrin dhe vlerat e solidaritetit. Sot, përballë sfidave ekonomike, sociale dhe demografike, ruajtja dhe fuqizimi i familjes mbetet prioritet kombëtar për ne. Prandaj institucionet tona janë të përkushtuara që të mbrojnë dignitetin e çdo familje, të fuqizojnë mirëqenien sociale, të krijojnë mundësi të barabarta për të gjithë dhe të sigurojnë mbështetje për familjet në nevojë, fëmijët, të moshuarit, personat me aftësitë kufizuara, gratë dhe të rinjt. Sepse ne besojmë fuqishëm si në familje e mbështetur ekonomikisht dhe me shërbimet e duhura sociale dhe familjare është bazë për një Kosovë më stabile, më të zhvilluar dhe më të drejtë. Në mandatin e kaluar, siç e tha edhe zoti kryeministri, dhe në këtë mandat për herë të parë familja është vendosur në qendër të politikës shtetërore përmes masave konkrete dhe të matshme që kemi bërë. Janë vendosur dhe pozbatuar shtesat për fëmijë dhe lehona si politika që kanë sjellë mbështetje të drejtë për drejtë për familjet dhe kanë ndikuar në përmirësimin e perspektivës demografike të vendit tonë. Njëkohësisht kemi nisur dhe reformën e thellë të asistencës sociale që ne quajmë reforma SAS, në synim krijimin e një sistemi më të drejtë, më efikas dhe më dinjitos për familjet në nevojë, duke lidhur mbështetjen sociale me aktivizimin në tregun e punës. Gjatë kësaj periudhe, Ministria ka avancuar politikat për shërbimet sociale dhe familjare me fokus në mbrojtjen e fëmijëve dhe fuqizimin e familjes. Kosova ka përpiluar zotimet kombëtare 2026-2028 për reformën e kujdesit ndaj fëmijëve, të pranuara plotësisht në nivelin ndërkombëtar, duke u renditur e para në Ballkan apo e shtata në nivel të botës. Për ngritjen e cilësisë së shërbimeve sociale dhe familjare, gjatë periudhës shkurt prill 2026 janë trajnuar mbi 400 profesionistë, ndërsa është finalizuar edhe pakoja minimale e shërbimeve sociale për familjet dhe fëmijët në nevojë. Ministria ka ndarë tashmë mbi 2.5 milion euro për financimin e shërbimeve sociale dhe familjare dhe po finalizon planin kombëtar për strehim familjar për mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindëror. Njëkohësisht, po avancohen edhe reforma të rëndësishme institucionale dhe ligjore, përfshirë departamentin për politika familjare, fondin e sigurimeve shoqërore, modelin One Stop Shop, që kemi diskutuar disa herë, dhe finalizimin e 15 akteve nënligjore nga ligji për shërbimet sociale dhe familjare.
Aktualisht mbi 15.000 familje përfitojnë nga skema sociale, e ndihme sociale, mbi 3.500 familje nga projekti mbështetur nga World Bank, projekti SAS, dhe mbi 4.000 fëmijë nga skema për mbështetjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Po ashtu Ministria po punon në reformën e skemës së ndihmës sociale dhe ligjit gjithëpërfshirës për personat me aftësi të kufizuara, në synim ndërtimin e një sistemi social më të drejtë dhe më gjithëpërfshirës. Të nderuar pranishëm, Ministria për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Shërimtare mbetet gjithmonë e përkushtuar që me qëllim të mbrojtjes së dinjitetit ekonomik dhe mirëqenies sociale të gjitha familjeve në Republikën e Kosovës të vazhdoj të punoj që çdo familje të ndihet e mbështetur, çdo fëmijë të ndihet i mbrojtur dhe çdo qytetar të ketë mundësi për një jetë me dinjitet dhe siguri sociale. Sepse për ne familja nuk është thjesht një strukturë sociale, por familja është zemra e shoqërisë sonë dhe themeli mbi të cilin është ndërtuar e ardhmja dhe ndërtohet e ardhmja e Kosovës. Fuqizimi i familjes nuk arrihet vetëm përmes deklarimeve politike, por përmes ndërtimit të mekanizmave konkret institucional që garantojnë siguri, mbrojtje, mirëqenie dhe dinjitet për çdo antar të saj. Familja si hapësira e parë ku ndërtohen siguria, solidariteti, edukimi dhe dinjiteti njerëzor, meriton vëmendje dhe mbështetje të vazhdueshme institucionale. Mënyra se si një shoqëri kujdeset për familjen reflekton drejt për drejt mënyrën se si ajo e koncepton drejtësinë sociale, barazinë dhe të ardhmen e saj. Kur familja është e mbrojtur, edhe shoqëria është më e fortë. Prandaj slogani shteti fillon me familjen. Por kur brenda familjes ekziston dhunë, frikë, mungesë e mirëqenies ekonomike apo mungesë e mbështetjes institucionale, pasojat reflektohen në të gjithë shoqërinë, në mirëqenien e fëmijëve, në pozitën e grave dhe në stabilitetin e vetë shtetit. Për këtë arsye, fuqizimi i familjes është përgjegjësi shtetërore. Institucionet kanë obligim të ndërtojnë mekanizma që mbrojnë dinjitetin njerëzor, fuqizojnë familjen dhe garantojnë që çdo grua, çdo fëmijë dhe çdo qytetar të jetojë i lirë nga dhuna, diskriminimi dhe pasiguria. Angazhimi ynë institucional gjatë viteve të fundit ka qenë pikërisht në këtë drejtim, në ndërtimin e një sistemi më të fortë të mbrojtjes sociale dhe familjare, në avancimin e mekanizmave për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore, si dhe në garantimin e qasjes më të drejtë dhe më të barabartë në shërbime për qytetarët. Dhe në këtë drejtim, gjatë viteve 2021-2025, Ministria e Drejtësisë, e udhëhequr nga Ministrja e atëhershme e Drejtësisë Albulena Haxhiu, sot ushtruese e detyrës së presidentes, ka ndërmarrë reforma të rëndësishme në fuqizimin e shërbimeve sociale dhe familjare, duke trajtuar mbrojtjen sociale dhe mbrojtjen nga dhuna si prioritet institucional dhe shtetëror. Për herë të parë, është dyfishuar mbështetja financiare për strehimore dhe organizatat që ofrojnë shërbime sociale dhe familjare, duke kaluar nga 880.000 euro në vitin 2020 në 2.5 milion euro në vitin 2025. Ky nuk është vetëm investim financiar, është investim në sigurinë e grave, fëmijëve dhe familjeve që kanë nevojë për mbështetje dhe mbrojtje. Po ashtu janë fuqizuar mekanizmat mbështetjes për fëmijët për kujdesje prindërore, janë rritur mbështetjet financiare për familjet strehuese, janë licencuar mira profesionistë të shërbimeve sociale dhe familjare, janë miratuar ligje dhe akte nënligjore që krijojnë standarde më të larta të mbrojtjes sociale dhe është zgjeruar qasja në ndihmë juridike falas për kategoritë më të cënueshme të shoqërisë. Dimensioni veçantë i këtij angazhimi ka qenë luftimi i dhunës në familje, dhunës ndaj grave dhe dhunës mbi baza gjinore. Ne kemi ndërtuar një qasje të re shtetërore, ku dhuna nuk trajtohet më si çështje private, por si çështje e sigurisë publike, e të drejtave themelore të njeriut dhe e drejtësisë sociale. Këto janë zotimet tona të përmbushura, kujdes, buxhet e shërbime për familjet dhe fëmijët në njërin anë, politika, zbatim e monitorim të vazhdueshëm në anën tjetër. Pra më shumë për familjen, më shumë për fëmijët dhe më shumë shërbime.